Kujdes o njeri, çfarë mendon se do t'i thuash Zotit të madhëruar për gjithë ato gjunahe që ke bërë? Merre me mend kur të thrasin ditën e llogarisë emrin tënd në mesin e gjithë njerëzve. Eja dhe t'i paraqitesh Allahu të gjithëposhtetshëm. Për Zotin, nuk do të kesh mundësi të lëvizësh nga turpi që ke për të dalë para Zotit të lartësuar. Melajket do të njohin në mesin e miliarda njerëzve të grumbulluar, nga që dukesh nga turpi që të vjen, nga frika dhe dridhjet. Do të marrin dhe do të çojnë para Zotit të madhëruar. Do të thot Zoti i madhëruar: O robi im, ç'të mashtroj ndaj meje? Kujtove se nuk do të mund të më takosh sot, apo e harrove këtë ditë? O robim, a nuk ndjeje turp prej meje? A nuk e dije që unë i kontrolloja sytë e tu, teksa shikoje gjëra haram? O robi im, a nuk e dije që unë i vëzhgoja këmbët e tua, teksa ecje me to drejt haramit? O robi im, a nuk e dije që unë i vëzhgoja duart e tua, teksa preki haramin? O robi im, a nënvleftsove takimin me mua? Përse para njerëzve veproje punë të mira, kurse para meje veproje punë të liga? O robim, lexoj veprat e tua, dhe do të fillosh t'i lexosh veprat e tua. Kur lexon ndonjë vepër të keqe të bërë nga ti, do të nxihet fytyra, kurse kur lexon vepra të mira, të zbardhet fytyra. Kështu do të vazhdosh mes veprave të mira që ta zbardhin fytyrën dhe të këqijave që ta nxjin atë. Do të ketë nga ata që nuk u ka ardhur turp nga Allahu i madhëruar në këtë botë, dhe nuk do të vijë turp edhe në atë botë, dhe do të thonë: O Zot, unë nuk e pranoj dëshminë e melajkeve dhe aty që kanë shkruar ato për mua. Nuk e pranoj dëshminë e askujt ndaj meje. As këtë libër që përmban punët e mia, nuk e pranoj. Do t'i thot Zoti i madhëruar: Po kë pranon ti? Do të thot: Unë dëshmoj për veten time. Nuk pranoj dëshmitar tjetër veç vetës. Atëherë Allahu i madhëruar do t'i thot: Mirë. Do t'ja mbyll gojën që të mos flas, dhe do të fillojnë pjesët e trupit të tij të dëshmojnë: syt, veshët, dora, këmba. Në Kur'anin e madhërisëm Allahu në suratul Yasin, ajetin 65 thot: Sot ne do t'u ambyllim gojët e tyre dhe do të na flasin duart e tyre, kurse këmbët do të dëshmojnë për atë që vepruan. Po ashtu në suratul Fusilet, ajetin 21, Allahu i madhëruar thot: Ata do ta pyesin lëkurën e tyre se përse dëshmuat kundra nesh, ndërsa ato thonë: Allahu na bëri të flasim ashtu, siç ka bërë çdo sen të flas. Pra mos harroni, dora jote do të flas dhe do të thot: O Zot, me mua ka bërë këtë gjuna. Këmba jote do të thot: O Zot, me mua shkoj në filan vend për të bërë gjuna. Më pas, Zoti i madhëruar do t'i thot atij njeriu, pasi është mërzitur me të: Largohu, o njeri i keq, i mallkuar je prej meje, dhe nuk do të pranoj kurrë në mëshirën time. O besimtar, keni frikë Zotin para se të vijë ky çast. Pra të nderuar dëgjues, këtu duke ju përshëndetur me selam aleikum dhe duke shpresuar që këto këshilla kanë bërë dobi, do të ndahemi edhe nga ky emision. Selam aleikum.